Kur kanë mbetur edhe 3 javë nga fundi i kampionatit shqiptar të futbollit, Skënderbeu është më pranë se kur mbijetesës. Me fitoret e arritura në ndeshjet e fundit, korçarët kanë dalë nga zona e ftohtë e renditjes dhe momentalisht pozicionohen në vendin e 6 në klasifikim, por diferenca e pikëve me vendin që rrezikon rënien është vetëm 1 pikë. Ky pozicion mbahet aktualisht nga Tirana, që është kundërshtar i radhës për Skënderbeun. Bardhekuqt janë duke vijuar përgatitjet për ndeshjen me Bardheblut dhe trajneri Gjoka shprehet se kërkon një impenjim maksimal për këtë duel. Përballje vështirë, sigurisht. Janë 2 skuadra që po luftojmë për mbijetesën. Me 2 skuadra që në këtë moment vim nga 2 fitore të rëndësishme. Kështu që ndeshja e vështirë dhe specifike. Tekniku Bardhekuq tha gjithashtu se nuk është koha për llogari me Laps dhe Letër, por është momenti që skuadra të fitojë 3 përballjet e mbetura. Tash ka ardhur momenti që s'kam llogari me Laps dhe tani ka vetëm një llogari. Fiton ndeshjet që ke brenda në fushën tënde. Në fund tekniku Bardhekuq shprehu edhe një herë tjetër bindjen se skuadra e tij do t'ja dalë të mbijetojë. Po unë kam thënë në atë moment që gjithë na thonin që Skënderbeu ka dalë nga Superliga dhe unë kam pas besim. Kam besim shumë të madh ke këto futbollistë që trajnojnë, ke cilësia e këtyre dhe ke uria që kanë këto për të arritur objektivin minimal që ka Skënderbeu mbijetesën. Skënderbeu Tirana do të zhvillohet të shtunën më 12 prill në stadiumin e Korçës. Ndeshja do të luhet në orën 16 dhe është e vlefshme për javën e 34 të Abisnet Superiore.